Dashi, në këtë javë do të ndjeni të mbushur me një energji të paparë që do t'ju shtyjë të merrni iniciativa krejt të reja, duke zgjeruar horizontet tuaja personale. Nëse jeni në një lidhje, afërsia dhe pasioni do të bashkohen në momente intime që do të forcojnë besimin mes jush dhe partnerit, duke krijuar një memorie të çmuar që do të ngrohë zemrën gjatë gjithë javës. Nëse jeni beqar, pritni surprizat që mund të vinë përmes një njohjeje të papritur, ndoshta në një ambient të zakonshëm ku nuk do ta prisni. Në punë, kreativiteti dhe aftësia për të marrë vendime të shpejta do t'ju çojnë drejt rezultateve të suksesshme dhe kolegët do të vlerësojnë aftësitë tuaja. Kur bëhet fjalë për financat, menaxhimi i kujdesshëm i burimeve do t'ju jap stabilitet dhe mundësi për të kursyer për projekte afatgjata. Demi, kjo javë sjell një ndjenjë të thellë qetësie dhe stabiliteti që vetëm shenja juaj di ta kuptojë dhe të veprojë me maturi, duke krijuar një harmonizëm të mendjes dhe trupit. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të ndjeni një afërsi të ngrohtë me partnerin, falë për kushtimit dhe për kujdesjes që ju ofroni njëri tjetrit, duke selluar lidhjen emocionale dhe krijuar momente romantike të paharrueshme. Beqarët do të kenë mundësinë të takojnë dikë që ndan vlerat dhe qetësinë e tyre, ndoshta përmes aktiviteteve kulturore ose takimeve me miq të përbashkët. Në punë, këmbëngurja dhe durimi juaj do të çojnë drejt arritjeve të prekshme, si përfundimi i një projekti të rëndësishëm apo marrja e një përgjegjësie më të madhe. Në aspektin financiar do të ndiheni të sigurt dhe të qetë, sepse një qasje e matur ndaj buxhetit do t'ju jap hapësirë për investime të vogla. Binjakët, java që vjen do t'ju gjejë plot kuriozitet dhe gatishmëri për të zbuluar gjëra të reja, duke e mbajtur mendjen tuaj të mbretët dhe të kënaqur. Nëse jeni në një lidhje, sinqeriteti dhe komunikimi i hapur do të forcojnë atmosferën romantike, duke sjellë buzëqeshje dhe një ndjesje të sigurisë brenda çiftit. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në një lidhje të veçantë, sidomos nëse jeni të gatshëm të hapni zemrën dhe të ndani historikë tuaja personale. Në punë, dinamikat e ekipit do të përmirësohen falë aftësisë suaj për të koordinuar dhe bashkëpunuar me kolegët, çka do të rezultojë në projekte të suksesshme. Financat mbeten të qëndrueshme dhe do të keni mundësi të shfrytëzoni oferta të favorshme. Daforia. Kjo javë do të jetë një periudhë reflektimi të thellë dhe ndjesishmërie, ku intuita juaj e fortë do t'ju udhëheqë drejt vendimeve më të mira. Në dashuri, partneri do të tregojë një përkujdesje të sinqertë që do të përforcojë besimin dhe intimitetin mes jush, duke ju dhuruar dhurata të vogla surprize dhe kujdes të veçantë. Beqarët do të kenë mundësinë të krijojnë një lidhje me persona që ndjejnë thellë, ndoshta nëpërmjet aktiviteteve sociale me miq të përbashkët. Në punë, përkushtimi juaj dhe aftësia për të sjellë qetësi në situata stresuese do të çojnë në rezultate të prekshme dhe vlerësime të kolegëve. Sa i përket financave, një qasje e kujdesshme dhe kursim i vogël do të krijojnë hapësirë për të investuar në projekte që sjellin siguri afatgjatë. Luani. Gjatë kësaj jave do të ndjeni një shpërthim energjie dhe vetbesimi që do t'ju bëjë të ndriçoni në çdo ambient ku ndodheni. Në dashuri, partneri do t'ju surprizojë me komplimente dhe vepra të vogla të dashura, duke i shtuar një nuancë të ëmbël romanit tuaj të përditshëm. Beqarët do të dallohen lehtësisht në turmën e takimeve sociale dhe do të kenë shansin të krijojnë një lidhje me dikë që vlerëson spontanitetin dhe entuziazmin e tyre. Në punë, aftësia juaj për të udhëhequr dhe për të motivuar ekipin do të çojë në përfundimin e suksesshëm të projekteve, ndërsa menaxherët do t'ju vlerësojnë për iniciativën. Në planin financiar do të keni një sezon të favorshëm për të bërë zgjedhje të zgjuara. Një investim i vogël në një ide të re mund të sjellë përfitime të kënaqshme në të ardhmen. Virgjëresha. Këtë javë, aftësia juaj për të organizuar do të jetë në kulmin e saj, duke ju ndihmuar të vendosni rend dhe strukturë në çdo fushë të jetës. Në dashuri, vëmendja ndaj nevojave të partnerit do të krijojë një atmosferë mbrojtëse dhe të ngrohtë, ku çdo diskutim sjell zgjidhje praktike dhe një afërsi të thellë. Beqarët do të tërhiqen nga persona që vlerësojnë disiplinën dhe seriozitetin, dhe mund të zhvillojnë lidhje të forta falë përkushtimit ndaj komunikimit të sinqertë. Në punë, përgjegjësia dhe kujdesi juaj ndaj detajeve do t'ju rendisin si një nga pjesëtarët më të vlefshëm të ekipit, duke sjellë rezultate me precizion. Financat do të jenë të ekuilibruara, falë një lloji të kujdesshme ndërmjet kursimeve dhe shpenzimeve, që do t'ju lejojë të planifikoni për projekte të ardhshme me qetësi. Dashuria. Harmonia do të jetë motori juaj kryesor këtë javë, duke ju ndihmuar të zgjidhni balancën mes dëshirave të zemrës dhe kërkesave praktike. Në dashuri, partneri do të tregojë profesionale vëmendje dhe do të bëjë çdo përpjekje për t'ju ndjerë të dëgjuar dhe të respektuar, duke e bërë lidhjen tuaj të qëndrueshme dhe të kënaqshme.
Beqarët do të kenë mundësi të ndjejnë një afeksion të veçantë nga dikush që vjen me një energji të qetë dhe të sofistikuar, ndoshta nëpër një aktivitet kulturor. Në punë, diplomacia juaj do të zgjidhë çështjet më të ndërlikuara dhe do t'ju bëjë negociatorin ideal për projektet që kërkojnë bashkëpunim. Financat do të jenë në një kurs të qëndrueshëm, duke ju dhënë hapësirë për të investuar në mënyrë të mençur në diçka që përputhet me vlerat dhe synimet tuaja afatgjata. Akrepi. Në këtë periudhë do të ndjeni thellësi dhe intensitet në çdo hap, duke u ndjerë më të lidhur me emocionet e brendshme dhe me ndryshimet që po ndodhin në jetën tuaj. Në dashuri do të përjetoni momente pasioni të papërshkrueshëm, ku çdo prekje dhe fjalë do të ndihet si një fitore për zemrën tuaj. Beqarët do të kenë një takim që ndoshta duket i pazakon, por do të hapë dyrë drejt një lidhjeje të thellë dhe misterioze. Në punë, përkushtimi dhe vendosmëria juaj nuk do të kalojnë pa u vënë re, dhe prioritetet do të vendosen me efikasitet, duke sjellë rezultate të vlefshme. Financat do të përjetojnë një tkurje pas së cilës do të vijë një rritje e qëndrueshme. Një vendim i mençur për të diversifikuar burimet mund të sjellë përfitime të mëdha në kohët në vijim. Shigjetari. Java e ardhshme do t'ju gjejë plot dëshirë për aventurë dhe eksplorim, duke ju dhënë një ndjesë lirje që vetëm ju e dini të shijoni. Në dashuri, sinqeriteti dhe entuziazmi do të krijojnë një ambient unik me partnerin, duke ju bërë të ndjeni sikur çdo moment së bashku është një eksperiencë e re. Beqarët do kenë shansin të takojnë ditë me të njëjtat pasione dhe vizion për jetën, një person që i hap syrin botës me sy të kuriozitetit. Në punë, vizioni juaj afatgjatë do të marrë vëmendjen e udhëheqësve dhe do t'ju ofrojnë projekte që kërkojnë një qasje kreative dhe energjetike. Financat kanë potencial për të rritur vlerën tuaj neto, veçanërisht nëse eksploroni mundësi investimi jashtë kornizave tradicionale, duke ruajtur gjithmonë një rezervë emergjence për papriturat. Britsjapi. Gjatë kësaj jave do të dalloheni për disiplinën dhe qëndrueshmërinë që sjellni në çdo fushë, duke ndërtuar me kujdes themele të forta për të ardhmen tuaj. Në dashuri, besnikëria dhe përkushtimi për marrëdhënien do të forcojnë lidhjen me partnerin, duke krijuar një ndjenjë sigurie dhe bashkëpunimi të palëkundër. Për beqarët, një person me karakter të fortë dhe qëllime të qarta mund t'ju tërheqë, pasi ndjeni rezonancë me vlerat tuaja. Në punë, vlera juaj profesionale do të njihet nga superiorët dhe mund të merrni përgjegjësi shtesë që do të testojnë aftësitë tuaja organizative. Sa i përket financave, një qasje konservatore do t'ju lejojë të ndërtoni një rezervë solide, ndërsa një planifikim i kujdesshëm i kursimeve do të krijojë hapësirë për projekte të mëdha në të ardhmen. Ujori. Do të ndjeni më të lirë se kur këtë javë, pasi mendja juaj origjinale dhe eksperimentale do të ketë hapësirë të plotë për të realizuar idetë më të papritura. Në dashuri, shpërthimi i imagjinatës dhe spontaniteti do të krijojnë momente të paharrueshme me partnerin, duke i dhënë një ngjyrë të ri rutinës suaj romantike. Beqarët do të kenë takime që duket sikur vijnë nga e ardhmja, me persona që ndajnë ëndra të mëdha dhe ide progresive. Në punë, idetë tuaja të guximshme për zgjidhje të reja do të vlerësohen dhe mund të nisin projekte eksperimentale me potencial të lartë. Në aspektin financiar, do të keni mundësi të përfitoni nga investime në teknologji apo projekte të reja, për sa kohë mbani parasysh rreziqet dhe rezervoni një fond emergjence. Peshi. Java që po vjen do t'ju zhyt në një botë magjike ëndrash dhe ndjesisht të thella, ku intuita juaj del në pa dhe ju jep përgjigjet që kërkonit pa shumë përpjekje. Në dashuri, do të përjetoni një bashkëndjenje të jashtëzakonshme me partnerin, ku çdo shikim dhe fjalë e vogël do të duket si një poezi romantike. Beqarët do të kapin sinjale të hollë nga njerëzit që i rrethojnë, dhe një person i veçantë do t'i afrohet duke ndjerë rezonancë me shpirtin e tyre krijues. Në punë, kreativiteti dhe sensibiliteti juaj do t'ju lejojnë të ofroni zgjidhje jashtë kutisë, që do të çojnë në rezultate të habitshme dhe vlerësime. Financat do të shfaqin një balancë të duhur midis eksperimentimit dhe ruajtjes së stabilitetit. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!